Sanitare të dërguara nga Bashkia Shkodër kanë shkuar për të pastruar shkollën 9-vjeçare të Bardhajve, e cila ndodhet totalisht e ndotur, por sanitaria që ka qenë më përpara, e cila ka një vit e gjysmë që nuk paguhet, nuk i ka lënë që të futen për të pastruar, sepse i duket e padrejt të vijë dikush tjetër. Të shijau që kanë bojkotu punën, po mbien mu pastruesit e bashkisë, për 10 vjeçve e pastrojnë këtë shkollë. Jo, po është emergjente nuk ka gale. Mbajnë mu një kontratë se e pastroj vetë, rridin 8 darkës, 10 darkës e pastroj vetë në shkollën. Nuk ka nevojë me marrë mu pastruesja komunës, rrethinave edhe e pastruesit e bashkisë. Në një kohë që unë jam vetë këto për 10 vjetëve. Kontrata të pjesshme, 1 vjeçare, domethënë për 10 vjetësh, më hek mu pri pune. Ta bajnë se ajo është qeveri me qeveri, nuk kapet kosh se normal se unë jam thjesht një punëtore. Kjo drejtësia tu na bë me vujt shumë se s'po gjejmë drejtësi absolutisht kërkom. Këto janë materialet që bashkia ka sjellë për të pastruar shkollën e Bardhajve. Administratori i rrethinave Vlash Pjetri është tërhequr bashkë me grupin e tij, pasi nuk janë lejuar të futen në shkollë për ta pastruar. Qysh nga qeverisja që i pushteti vendor ishte në duart e Partisë Socialiste, këto pastruesit e kësaj shkolle janë pa kontratë. Në një kohë që gjetë kontratat, Bashkia Shkodër ka bën një ndërhyrje emergjente, pra ka ngrit një ekip në mënyrë që të kalojnë me i grafik të veçantë, përkohësisht për të pastruar këtë shkolla. Unë po tërheku komplet ekipin e bashkisë, po shkojnë një shkollë tjetër. Këto nuk e dojnë me pastru. Morën nga kontakti që pata edhe me drejtoreshën, thotë nuk mund t'i na pordhen, nuk mund ta gjej zgjidhjen me ta. Momentalisht përderisa nuk ka zgjidhje si këto s'dojnë me pastru, atëherë na po tërhiqin na shkojmë në një shkollë tjetër. Qeveria ka pas shkurtuar buxhetin komunave. Me shkurtimin atij buxhetit, ato kanë gjetë një formë që kanë si tip shpërblimit. Pra jo më në kontratë. Nuk kanë marrë as të rrugëve. I kanë simuluar në atë mënyrë derisa na kanë lënë vendor. Përderisa është emergjent problemi, edhe na kena ndërhyrë në këtë formë, pra në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër. Ka pas shkresa, edhe janë planifikuar shumë gjana për rekonstruksionin e kësaj shkolle, se kjo 10 vjeç shkolla është. E shihni çfarë gjendje është. Do të diskutohet pjesa sanitare me miratimin e projekt buxhetit, a do të ketë strukturë për tona shkollat, apo do të jetë një strukturë posaçme bashkisë me kalon tona shkollat për pastrime. Reforma territoriale dhe bashkimi i njësisë rrethina me Bashkinë Shkodër ka krijuar këtë ngërsh dhe sanitarët në shkollat 9-vjeçare, problem që nuk dihet se si do të zgjidhet.